Përndryshe, kemi të bëjmë pra me një përballje mes racionalitetit elektoral dhe nevojës imediate për krijimin e institucionit të presidencës, respektivisht për mbylljen e rezultatit të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, sepse siç konform vendimit të gjykatës kushtetuese në Kosovë, sistemi politik ka degeneruar dhe ka lidhur fatin e qeverisë krejtësisht me fatin e presidencës. Diçka që e kishim për shembull në Greqi para vitit 2019, por fatkeqësia është se gjykata kushtetuese këtu ka qenë palë dhe në vendimin e fundit e ka sforcuar madje këtë instrument të vetos së pakicës për të prodhuar kriza institucionale sa herë që don. Po, ju përdoret shprehjen racionalitet elektoral, sa i përket opozitës. Do doja, nëse më